Tensionet mes Rusisë dhe Ukrainës janë rritur ndjeshëm vetëm pak ditë para paradës së 9 majit në Moskë, teksa autoritetet ruse deklarojnë se Ukraina ka ndërmarrë një sulm të koordinuar me dron ndaj kryeqytetit. Sipas dhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, 4 aeroportet kryesore të Moskës u mbyllën për disa orë për shkak të dronëve që u përpoqën të godisnin objektiva strategjike, ndërsa nuk raportohen viktima. Zjarri do të ndalet, por nëse regjimi i Kievit nuk arrin të bëjë të njëjtën gjë, dhe nëse vazhdon të përpiqet të godas pozicionet dhe objektet tona, atëherë do të jepet menjëherë një përgjigje e përshtatshme, tha Peskov. Presidenti Vladimir Putin ka urdhëruar një armëpushim treditor që nis më 8 maj për të përkuar me përvjetorin e 80 të fitores ndaj Gjermanisë naziste, një datë historike që këtë vit do të shënohet me praninë e liderëve ndërkombëtar si presidenti i Kinës Xi Jinping. Por Kievi e ka refuzuar këtë propozim duke e cilësuar një shfaqje teatrale përpara kamerave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar një armëpushim të zgjatur për të paktën 30 ditë që do të përfshinte ndalimin e sulmeve ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës energjetike. Pozicioni ynë është shumë i thjeshtë për të gjitha vendet që do të zgjedhin të shkojnë në Rusi më 9 maj. Ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për atë që ndodh në territorin e Federatës Ruse, deklaroi Zelensky gjatë fundjavës. Ministria e Jashtme e Ukrainës ka bërë thirrje që asnjë shtet të mos angazhojë personel ushtarak në paradën në Moskë, duke shtuar se siguria nuk mund të garantohet në këtë kontekst lufte aktive. Ndërkohë Rusia pohon se ky ishte sulmi i dytë i Ukrainës brenda 2 netësh dhe një nga më të mëdhenjt në muajt e fundit, çka arrit pasigurinë për zhvillimin e paradës së përvitshme në sheshin Krasnaja.